and it'll be a big percentage of the chips. Presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar të thotë nëse ekonomia amerikane po përballet me një recesion ose rritje të çmimeve, pas ndryshimeve të bëra nga administrata e tij të kërcënimeve tarifore kundër disa prej partnerëve më të afërt tregtar. I pyetur nëse ai priste një recesion këtë vit, Trump tha se Amerika ishte në një periudhë tranzicioni. Sekretari i tregtisë, Howard Lutnick, megjithatë këmbguli se nuk do të kishte tkurrje në ekonominë më të madhe në botë, ndërsa pranoi se çmimi i disa mallrave mund të rritet. Kjo vjen pas një jave të paqëndrueshme për tregjet financiare të SBA-s, ndërsa investitorët u përballen me pasiguri nga kthesa e administratës së tij, në disa pjesë kyçe të politikave agresive tregtare. Tarifat e reja nga Kina, të cilat synojnë disa produkte bujqësore amerikane, hynë në fuqinë të hënën. Duke folur për Fox News në një intervistë të transmetuar të dielën, Trump ju përgjigj një pyetje në lidhje me recesionin. Urrej të parashikoj gjëra të tilla. Ka një periudhë tranzicioni sepse ajo që po bëjmë është shumë e madhe. Ne po e kthejmë pasurinë në Amerikë. Kjo merr pak kohë, por mendoj se do të jetë diçka e mrekullueshme për ne, shtoi ai. Javën e kaluar SBA vendosi tarifa të reja prej 25% për importet nga Meksika dhe Kanadaja, por më pas përjashtoi shumë prej mallrave. Trump gjithashtu dyfishoi një tarifë të përgjithshme për mallrat nga Kina në 20%. Si përgjigje, Pekini njoftoi taksa hakmarrëse për disa importe të mallrave bujqësore nga SBA. Nga sot disa produkte bujqësore amerikane që shkojnë në Kinë duke përfshirë mishin e pulës, viçit, derit, grurit dhe sojës, përballen me tarifa të reja nga 10 deri në 15%.